pranimi i islamit në të kalumen, pa marrë parasysh arsyet, neve si shqiptarë nuk na ka bërë dëm. Neve na ka ndihmu. E para na ka marrë shqiptar, e dyta na ka bërë kallaballok. Dhe këto janë dy komponentet shumë të rëndësishme që duhet t'i atribuohen islamit deshtëm apo nuk deshtëm. Se islami motivon popullin ton të mbrohet nga prostitucioni, zinaja, immoraliteti, të martohen herët dhe të shtohen si familje. Dhe deshtëm apo nuk deshtëm, numri biologjik do thotë është ai që paracakton forcën politike dhe ushtarake të një populli. Edhe rujtja nga immoraliteti të mban shëndosh psikofizikisht, që të bën gatshëm domethënë ti edhe me mu marrë me shkencë, edhe me punu tokën me kon bujk, po edhe me kon ushtar për me mbrojt vatanin tanë, si mos qeshti ish nosh, psikofizikisht si e për kënisent. Dhe për këto arsye mendoj se do thotë me tentuar në këtë formë me devalvu islamin ose me tregu se i parëndësishëm ka qenë islami në atë kohë, mendoj është shumë e pasaktë edhe e pavend.